Fatkeqësisht jo në nivelin që do duhet ishin. Mos harrojmë kemi një qeveri që kishte ardhur para 5-6 viteve në pushtet duke thënë që do të ketë transparencë radikale, fatkeqësisht ka ndodhur kundërta. Në qoftë edhe për dokumentin më bazik ne vazhdojmë të bëjmë kërkesa për çastin dokumente publike dhe të presim me javë e ndoshta edhe me muaj se duhet bëjmë ankesa në AIP për të marrë qasje për një dokument qoftë ndoshta edhe më bazik që do duhet publikojnë në webfaqet e institucioneve pa pas nevojë të bëjmë kërkesa për qasje. Andaj duhet punohet shumë në këtë drejtim, sepse në një kohë të digitalizimit në çfarë niveli ka arrit tani, ne të vazhdojmë të merremi me kërkesa për qasje për të pasur një dokument, vërtet është absurde. Është më mirë në një anë që e kemi një agjenci e cila në këtë aspektin se sa kërkon për institucioneve, neve si shoqëri civile na ka ndihmuar shumë, sepse fal ankesave që aty i bëjmë dhe pas trajtimit nga ana e agjencisë ne arrim të marrim këto dokumenta. Mirë po është niveli i dëshiruar, nuk është sepse të merr kohë me javë, nështë edhe me muaj, sepse agjencia si ka kapacitetet nështë sa do duhet i kishte që të trajtoj një ankesë në kohë më të shkurtë, prandaj edhe e them këtë që është një përmirësim, a duhet bëhet më shumë nga vetë institucionet, pa pas nevojë që ti kontaktoj AIP dhe ti tregoj që duhet të jepen këto informata, këto dokumente palës që i ka kërku, mirë po vazhdon të jetë në vullnetin politik të shumë institucioneve se çfarë duan të publikojnë dhe çfarë jo. Do të thotë shumë, aty ku s'ka transparencë, aty më njëherë lindin ndyshimet për keqpërdorime, për korrupsion. Prandaj çelësi i krejt kësaj do duhet ishte transparenca. Nëse çdo punë kryhet sipas procedurave të kërkuara apo sipas kërkesave që i ka vetë një ligj i caktuar, nuk do duhet kishte frikë që ato të publikohen edhe të jenë sepse veç transparenca dhe llogaridhënia karshi publik do të arreste besimin e vetë qytetarëve në institucionet dhe jo fatkeqësisht çfarë jemi të e pa që kemi vetëm një rënje të besimit të qytetarëve në institucionet e Kosovës.